Record video. Të dashur shqiptar, ky është një moment madhështor, sepse sot po regjistrojmë live mënyrën se si unë i regjistroj filmat në YouTube. Dhe ndjekësit e mi po shikojnë se si bëjnë këto filma pa redaktim fare. Dhe do doja të shpjegoja fjalën simblos. Do thot koshere, zgjua, në gjuhën pellazge, e sigurt. Pra janë lokalizuar të gjitha fjalët pellazge, sepse ato janë gjetur në fjalorin e Aleksandrisë. Do të thënë, pellazgjishtja është folur deri në shekullin e 6 të erës sonë. Merrni frym thellë. Pellazgët kanë ekzistuar në Greqi. Dhe fjalët e pellazgjishtes janë në gjuhën greke. Janë përfshirë në greqisht. Ky ka qenë parashikimi im. Këtë parashikim unë e kam bërë dhe për fjalët e ilirishtes. Kam thënë që të gjithë informacionin që kemi ne për ilirët, e kemi nga grekët. Po përse interesoshin grekët për ilirët? Pse nuk u interesohen për latinët? Perendoria më e madhe të gjitha kohrave. Nuk ka fjalë të latinishtes në fjalorët Aleksandrisë. Përse pellazgët? Për çfarë arsye? Pra grekët dyshonin që pellazgët janë një fis helen. Ata nuk e dinin për gjuhët indo-europiane, nuk e kishin iden, por e kuptonin ngjashmërinë. Përse do thoni ju? Emrat në gjuhën pellazge dhe në gjuhën ilire lakohen një lloj si në greqisht. Pra, fjala koshere, simblos, është emër i gjinisë mashkullore. Në pellazgjisht, dialekt grek i folur në Thesali. Merrni frym thellë. I vetmi ndryshim midis gjuhës greke të lashtë dhe greqishtes moderne është ky. Është reduktuar rasa dhanore. Pra, nga 5 rasa kanë mbetur 4. Po është e njëjta gjuhë. Janë zbuluar 26 dialekte helene. Ka më shumë dialekte helene se dialekte sanskrite. Ta lakojmë emrin simblos në gjuhën pellazge. Emrore, ho simblos. Gjinore, tu simblu. Dhanore, toi simbloj. Kallëzore, ton simblon. Dhe thirore, simble. Unë kam marrë parasysh fjalën ilire, lembos. Ilirët thjesht hiqnin formën e trajtës së shquar. Ho lembos, ata kthyen në lembos. Ky është ndryshimi midis ilirishtes dhe helenishtes. Është e njëjta gjuhë. Pra, në thirore, simble, është një lloj si lembos në thirore, lembe. Dhe shqiptarët kanë marrë thirorin e greqishtes dhe kanë bërë emër të gjinisë femërore. Lembe ilire. Nuk gjej dot fjalë. E njëjta gjë ka ndodhur pra edhe këtu, simple, thirore. Është fjalë greke më. Nuk ja kanë gjetur dot etimologjin, po e pastaj është fjalë greke. Nga që si ja gjejnë dot etimologjin e quajnë para greke. Çdo me thënë para greke, të gjitha gjuhët kanë të njëjtën moshë. Nuk ka gjuhë më të reja dhe gjuhë të vjetra. Kjo është fjalë emërore në greqisht. Ho simblos. Gjuha pellazge është gjuhë greke, a kuptoni apo jo? Po ashtu edhe gjuha ilire ose illyristi. Ne nuk e dim cila është origjina e gjuhës vendase, domethënë të popullsisë së skllavëruar. Dyshohet që ishin arvanitas. Kjo është e gjitha. Kështu i dashur pellazgu
ti thua vetë është pellazg, është një lloj sikur të të pëlqej ty eposi i kreshnikëve serb, dhe një ditë ta quash veten serbo-pellazg. Pra ty të pëlqen Iliada, dhe të duket vetja pellazg. Është e natyrshme, është vepër artistike, e bukur. Një ditë njerëzve mund t'ju pëlqejë në punë si pallatit të ëndrave të Ismail Kadares, do ta quajmë veten shqiptar. Kur do vi ajo ditë? Pra duhet krijojmë vepra të bukura si Iliada, që njerëzit ta quajnë veten pellazgë shqiptar. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.